Një çift i ri, Albani nga Saranda dhe Mevlia nga Kosova, i ka gëzuar viti 2026 me fëmijën e tyre të parë. Të dy prindrit shprehin lumturinë e tyre për ardhjen në jetë të Almeas, një pritje ëmbël që u kurorzua në atmosferën e gëzueshme të ardhjes së 2026-s. Një emocion i papërshkrueshëm, diçka e parë, do që ishte normale, lindi në orën 8:05 në darkë. Si apo emri? Almea. Bërëm një bashkim emrash, timen e të nusës e vendosëm. Lindja e parë për 2026-ën ka qenë gëzim dhe parathënie për një vit të mbar për të gjithë stafin e maternitetit Kristo Kalivopullit të Sarandës, por veçanërisht për mjekun ginekolog Alex Pando, që bëri pritjen e fëmijës së parë të vitit 2026, që është i pari edhe për çiftin Veçani. Lindja e parë e vitit ishte në datën 2 janar, ishte një lindje normale me ecurit të mirë. Edhe nëna edhe foshnja janë në gjendje shumë të mirë. Fëmija duhet ndjekur 3-4 ditë, se ditët e para mund të bëjnë ikter, atë ngjyrën e vet të ditëve të para ka më shumë, dhe duhet ndjekur nga pediatri. Dhe zakonisht kemi 12 me 15 lindje në muaj, ka që është mesatar. Mesatarisht në këtë maternitet kryhen mbi 160 lindje në vit për rajonin nga Konispoli në Himar. Doktor Aleksi thot se ndjekja shtatzanive dhe lindjet kryen duke patur mbështetjen teknologjike nga aparatura e pajisje bashkohore dhe nga një staf i përgatitur e i përkushtuar. Kushtet në maternitetin e ri të Sarandës janë shumë të mira. U bë maternitet i ri me ambiente të mira, sala operatore e mirë, sala e lindjes shumë e mirë. Thjesht janë ato problemet që dalin me kalimin e kohës, që prishen ca gjërat që duhen rregulluar, duhet pasur kujdes. Vitin e kaluar kishim 162 lindje, lise, pothuajse sa edhe viti më parshëm, 2024 kishim 163. Pritet që lindja e parë e ditëve të para të vitit 2026 të shoqërohet nga lindjet e tjera të mbara e të shëndetshme, numri të cilave për muajin janar pritet të jetë çdo 2 ditë një lindje fëmije.